Kur janë numëruar mbi 60% e votave në rang vendi, Partia Socialiste kryeson me 52.6%. Socialistët kanë siguruar deri tani rreth 430.000 vota. Koalicioni Partia Demokratike Aleanca për Shqipëri Madhështore ka 34% ose rreth 278.000 vota në të gjithë vendin. Forca e tretë politike renditet Partia Socialiste Demokrate me 3.65% të votave. Socialdemokratët e Tom Doshit kanë marrë deri tani 30.000 vota në të gjithë vendin. Votat e tjera ndahen mes Nisma Shqipëria bëhet me 3.4%, Mundësia 2.8%, Koalicioni Euroatlantik 1.2% dhe Djathtas për Zhvillim 0.37%. Sipas rezultatit paraprak, Partia Socialiste merr 83 deputet, Partia Demokratike 51, Partia Socialdemokrate 3 dhe Mundësia, Nisma Shqipëria bëhet dhe Lëvizja Bashk nga një mandat. Në total, Partia Socialiste është në rrugë të mirë për të siguruar një shumicë të qartë në Kuvend, duke tejkaluar pragun e 71 mandateve të nevojshme për të qeverisur e vetme. Për herë të parë, shqiptarët që jetojnë jashtë vendit kanë pasur mundësinë të votojnë në këtë zgjedhje. Procesi i numërimit të votave të diasporës është në vazhdim. Pjesëmarrja në zgjedhjet e 11 majit është raportuar të jetë 41.37%, një rënje prej 4.92% krahasuar me zgjedhjet e mëparshme.